Unë ashtu pa ta pa dhe rezultatën e zgjedhjeve që është një lloj suporti masiv që mu vazhdu kjo dyshe. Albin Kurti kryeministër me udhëheq qeverinë dhe Vjosa me udhëheq Vjosa, zonja Sadriu që mos të ulmi tash këtë punën e mirësjelljes. Por ai elementi që nxorri zoti Matoshi edhe mu pak ka fillu më qit dilema. Mirë po, mund tjetë edhe strategji e zotit Kurti, që mos më nxjerr emrin qitë fazë, sepse dhe publiku po indikon subjektet politike. Studiot televizive po indikojnë politikbërjen në Kosovë. Dhe këto i kemi thonë këtu në studiet disa herë që ka pas eksponente subjekteve politike ka thonë nuk dështum, veç na po dështut edhe ju në studio. Pra, është mundu, dhe zoti Kurti, ndoshta me drejt këtë fazë i lën emrin pa e nxjerrë në publik, madje nuk ban asnjë reagim që të çon atë drejtim, që mos me lën shumë hapësirë ndoshta edhe për publik, por është e drejtë e tij si subjekt që ka fituar pra një numër të madh të votave, pra ka një, si tham, simpati masive në popull dhe çon emrin në momentin që duhet. Unë nuk besoj që s'ka pas negociata dhe në prapasken për këtë çështje, sepse veç këtë çështje është met pa u sqaruar, se gjitha tjera po u sqaruan me rezultat zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Prandaj, megjithatë nëse guxojnë me bën një lloj, si të tham, në mendim timin fundja fundit, zoti Kurti mund të provoj me këtë emër të thret subjektet politike në një moment caktuar, pasi të bëhet edhe qeveria, pasi të kryen ato obligimet si shtet që na presin shpejt e shpejt ato dokumente që do të me kalu në për kuvend dhe buxheti, dhe thot, urdhroni, ky është emri jonë. Dhe aty për një moment, ka ju, që ti përna imponan, edhe në nuk përdojna me votu. Atëhere pra, unë për afroj planin B, po afroj glaup kënjuftën. A mund tjetë? Veç po tham ta, shumë mendimi jam. Dhe po e qes Zorin Osmani ministret jashtme. Sepse Zorin Osmani nuk besoj që zoti Kurti që të fazë mundet me lo krejt naut, sepse, ose dhe ndoshta edhe me qëllim mund të alen, edhe kjo është një lloj ideje konspirative që mund të dëmtoj LDK-n, sepse në qoftë se zonja Osmani jetë jashtë lojës për presidente dhe nuk merr pjesë në qeveri, unë ajo ka thonë edhe publikisht që nuk ka çka jep ende skenës politike, respektivisht vendet, ajo mund të bëjë një subjekt politik dhe kur e gjën LDK-n ma të shkatruar se që tash për më ja kap një pjesë. Edhe një pjesë e ka dhe këne ka dhe vëja dhe prapa e forcohet shpejt. Prandaj, krejtojnë kalkulimet zotit Kurti se çfarë pozicioni e shes zonin Osmani. Zonin Osmani nëse edhe mund taftoj si ministret jashtme. Thota diçka e nderuara Osmani, unë nuk po mëjmi t'i sigurum atë përse votat e mia. Urna siguroj t'i votat tjera që rrinë sallë, t'i e ki për krajën tonë. Nuk arrijet, atëherë shkojmë me planin B. Unë e kam një përshtypje se subjektet politike, jam një vi me zotin Matoshi, nuk kanë me qu vendin në zgjedhje. Kanë me lyp alternativa, po nuk e qojnë vendin në zgjedhje. Dhe subjektet tjera politike të opozitës, madje mund ta qu një lloj fitore nëse ja prishin planin A të zotit